Çfarë vesha për një javë si mësuese në Angli? Shkollat u mbyllën këtu, vetëm që unë nuk i kisha përgatitur video të gjitha, se edhe puna edhe shkolla e djalit, shkolla ime, të gjitha këto, nuk isha kohë që të merresha edhe me video të rregulloja, ndaj edhe tani po i shikoni të gjitha bashkë. Ajo ishte një veshje e parë, tani këtu ose 4 ose 5 veshje kam. Zakonisht unë punoj 3 me 4 ditë në shkollë, se punoj part time, edhe për të gjithë juve që pyesni që nuk e keni kuptuar akoma, jam mësuese historie në year 11, do me thënë viti 11, që e themi këtu. Edhe këto kohë, me që ishte edhe dhjetor, janë provime të gjitha këto, punova full time, ndaj edhe nuk isha kohë që të përgatitja më shumë video si që doja unë. Nejse tani, më thoni cili outfit është ju pëlqen më shumë, kuptohet që nuk vesh do taka, se jam shumë orë në këmbë, edhe është diçka që nuk mund të them që më mungon, se kur nuk më kam pëlqyer takat, po nejse, me atlete, me çizme, edhe shqyr që shkolla na e lejon që të veshim, se jo shumë shkolla e lejon.